Dhe është për të vajtuar kur unë dërgoj diçka në këtë rast kaq me detaje, dërgova dhe ndoshta ju e keni parë postimin në Facebook kur dërgova për atë çfarë ndodheshe, qarjen e zemrës time dhe vera në ishte pak i gjatë, por me çdo detaj të mundshëm që solla dhe për të sjell atë rreshmërinë e shkrimit dhe situatës që është emergjente sot në asamblejnë e tia. Dhe mos andaj nga dikush që është drejtues në Shqipëri, mos andaj tha përshëndetje, tha nuk e kuptoj çfarë do të thuash me këtë shkrim. Me këtë shkrim ishin me 30-40 vargje në të rast të mbështetura me këtë shkrim, nuk e kuptoj, tha. Si nuk mund të kuptoj me urdhërimet e Atit? Por unë e di çfarë po në thelbi ku ishte, çfarë ndodheshe brenda ti. Çfarë ti po thua me këto gjëra, sepse unë nuk dua ti praktikoj urdhërimet e Atit me pak fjalë, kjo ishte, nuk e kuptoj. Ka më përpara të njëjtat personave dërgon zërin e Atit që ka folur 2 herë, dhe paktën me mua, ka folur 2 herë në vit për të lajmëruar asamblejnë, për të dalë nga paudhësia, siç e konfirmovi Fryma para 3-4 ditësh, që Ati po thërret popullin e tij të dalim nga shkelja e ligjit, nga paudhësia e vazhdueshme. Ai që konsiderohet pastor dhe afrohet mos andaj duke thënë, por cili ishte mesazhi profetik? Duam atë karizmatikën, duam atë më profetizo o birin në këtë rast, nuk të di unë, njeriu i Zotit, siç e thonë sot, më thuaj diçka që unë duhet të gudulis veshët e mia. Kur në atë mesazh që unë dërgova dhe që Ati foli, ishte thjesht Ati po thërriste popullin e tij të pendoheshe, të largoheshim nga mëkati që është shkelja e ligjit. Ne duam sot një mesazh profetik. Kur Ati po thret për pendim, dikush do mesazhin profetik. Pikërisht ky ishte mesazhi profetik. Siç ishte në kohët e Jonës, ishte mesazh profetik që vajti dhe i tha shko, thërrite popullin e Ninevesë të pendohet. Mos të donte çfarë mesazhi profetik do t'i japim sot dikujt sipas strukturës vet?